Nderuar zonja Qyteza, zoti Preka, zoti Beka, të nderuar këshilltar, përfaqësues të administratës, përfaqësues të medias, të nderuar qytetar, kurumi i domosdoshëm për fillimin e mbledhjes është prezent në sallë, aktualisht nga 51 këshilltar, 34 janë prezent, kështu që mbledhjen e Këshillit Bashkiak e deklaroj të hapur. Reni i ditës është si me poshtë vijon. Projekt vendim numër 1 për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kuzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin shkurt 2025. Pika 2, projekt vendim për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kuzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin mars 2025. Pika 3, projekt vendim për miratimin e qiras mujore për banesat sociale me qira në administrimin e Bashkisë Shkodër për 2025. Pika 4, projekt vendim për strehimin emergjent të familjes SHM dhe të familjes OH në banesat sociale me qira për komunitetin Rom. Pika 5, projekt vendim për dhënien e ndihmës financiare për demet e shkaktuara nga zjarri. Pika 6, projekt vendim për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit tip ndërmjet Bashkisë Shkodër dhe distributorëve vendas dhe të huaj për shfaqjen e prodhimeve audiovizuale në Kinema Republika. Pika 7, projekt vendim për miratimin e kërkesës për transferim në pronësitë e pasurisë numër 2, fraksion 170, volumi 9, faqe 140, zona kadastrale 8591, nga Ministria Financave të Bashkia Shkodër. Pika 8, projekt vendim për dhënje pëlqimi, shtesa dhe ndryshime për shoqërinë aksionare Bioshtrajca në pronësitë e Bashkisë Shkodër. Pika 9, projekt vendim për dhënien e të drejtës dhe caktimin e përgjegjësisë së menaxhimit, administrimit dhe mirëmbajtjes së plazheve publike të menaxhueshme për shoqërinë aksionare në pronësitë e Bashkisë Shkodër me NIP më 369 240 03 O. Pika 10, projekt vendim për një shtesë në buxhetin e vitit 2025 e miratuar me VKB numër 76 datë 19/12/2024 për miratimin e buxhetit të vitit 2025 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2025-2027 të Bashkisë Shkodër, i ndryshuar dhe detajimin e fondeve sipas aktit normativ numër 5 datë 19/12/2024 të Ministrisë së Financave. Pika 11, projekt vendim për miratimin e planit për parandalimin dhe shuarin e zjarreve në fondin pyjor kullësor në Bashkinë Shkodër për vitin 2025. Projekt vendim 12 për miratimin e planit të përbashkët të menaxhimit të rrezikut nga zjarri në kuadër të projektit Building Smart Forest. Pika 13, projekt vendim për një shtesë në buxhetin e vitit 2025 e miratuar me VKB numër 76 datë 19/12/2024 për miratimin e buxhetit e vitit 2025 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2025-2027 të Bashkisë Shkodër, i ndryshuar. Pika 14, projekt vendim për miratimin e raportit të vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të ardhurave të Bashkisë Shkodër për vitet 2026-2028. Projekt vendim 15 për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2026-2028 për Bashkinë Shkodër. Pika 16, projekt vendim për miratimin e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit 2024 të Bashkisë Shkodër. Pika 17, projekt vendim për miratimin e memorandumit e bashkëpunimit mbështetje për zhvillim 2023-2024, projekti Bashkitë e Forta Bashkisë Shkodër. Si dhe pika fundit rendit të ditës, diskutime jashtë rendit të ditës. Përpara se ta hedhim në votim, ka dikush diçka nga ana e këshilltarëve? O zoti Bianco. Atëherë, nderuar kryetar, nderuar koleg, unë kisha diçka në lidhje me rregulloret e martesave të rrugëve dhe të titujve të nderit të Bashkisë Shkodër, e cila tashmë është pranë kryesisë të Këshillit, ka 2 variante dhe nuk e di pse nuk është përfshirë në rendin e ditës ose pse nuk është proceduar, ka kaq shumë kohë. Faktikisht ne si Këshill si komision jemi mbledhur, kena bërë një punë besoj të lavdrueshme. Kemi 2 opsione, 2 variante të cilat ne kemi diskutuar, faktikisht edhe me kryetaren me zonjën Albunesa, në lidhje me pjesën pra kemi 2 këndvështrime, por kemi paraqit 2 variante. Dhe unë besoj domethënë që këto rregullore duhej, ashtu siç ishte edhe rasti i rregulloreve për bustet dhe për veprat e artit në qytet, duhet kalon në një mënyrë sa më të shpejtë, sepse ka kaq shumë kohë, kaq shumë vite të cilët qytetarët nuk arrin që të gjejnë një shërbim. Edhe kjo është një pjesë e shërbimeve të cilat lidhen me nderimin e figurave të veçanta. Vetëm javën e fundit, më ju them që kam pasur takime me qytetarë shumë rastësore,
por që kanë vite, për shembull rasti i sportistit të mirënjohur, basketbollistit Luan Shatku, apo rasti i një qytetarit siç është Luk Shestani, apo qoftë edhe një rrugë, domethënë që tash sa kohë që janë banor të Velipojës, pikërisht rruga Malikolaj, Velipoj për një familje antikomuniste shumë të shquar, pra rasti për Duldoshaj, që kërkohet vendosja emër një rrugët, dhe ato sillen rreth perimetrit bashkisë dhe nuk gjajnë zgjidhje. Faleminderit. Faleminderit zoti Banku. Kur e keni dorëzuar ju projekt vendimin final? Kur e keni dorëzuar variantin e fundit? Ne kemi paraqitur, ju ka sqaruar besoj edhe kryetarja e komisionit, ne kemi paraqit mund të kemi 3 javë që kemi paraqit variantin ton për të vënë një lëvizje, një situatë e cila qëndron paradoksalisht e bllokuar në lidhje me këto rregullore. Jo, s'ka nesohat të bllokimit të këtyre 2 rregulloreve, ka iniciative jona për ta hartuar një rregullore të tjerë dhe për të dhënë vlerësimet e titujve apo martesat e rrugëve lidhje me çdo kërkesë që paraqesin qytetarët. Kërkesa ajo projekti që ju keni paraqit ka kaluar tek zyra juridike, sapo të shpreh zyra juridike pranë Bashkisë Shkodër, detyrimisht do të njehim gjithë procedurën për sa i përket kalimit të rregullores në seancën plenare ndoshta të herës tjetër. Kështu që është procedurë dhe nuk është në anashkalim apo diçka tjetër që lidhet me këtë. Është një shqetësim i përbashkët. Me që pat me precedentin edhe të rregullores më përparshme, edhe me që kemi këto variante, pse jo mund ta përfshijmë dhe ta kalojmë çën këtë mbledhje. Nuk besoj që ka një draft final, nga ana nuk është shprezuar juridike e Bashkisë Shkodër për një gjatë tillë. Nuk është finale, sepse duhet të kalojnë edhe te komisioni, ju dini procedurën, duhet të kalojnë edhe te komisioni i emërtesave dhe i kulturës në bashki për me marrë dhe miratimin e komisionit. Po, a mundem? Zoti kryetar, a mundem që i bat një pyetje Florit në lidhje me se kur është dorëzuar drafti final. Drafti final është dorëzuar qysh në korrekt të vitit kalum, ju jeni ndjeni, sepse unë ju kam vënë ndjeni nëpërmjet edhe një emaili zyrtar, edhe nëpërmjet një grupit përbashkët që ne kena në WhatsApp. Unë përpara disa javëve kam çu edhe një email zyrtar tek emaili i Këshillit Bashkiak, ku janë ndjeni të gjithë anëtarët e Këshillit, pa diskutim edhe ju, ku kam kërku në fakt, kam shtru një pyetje, sepse është vënu kaq shumë për të vënë në dispozicion të zyrës për atë administratës së bashkisë, ky projekt të cilin ne kena dorëzuar qysh në korrekt të vitit të shkuar. Nuk kam marrë një përgjigje. Gjithsesi, ajo që desha me shtu, pra desha me ju kthy përgjigjen që kur është dorëzuar drafti final që daton në korrekt të 2024-shit, dhe një ankesë tjetër, sepse u ban disa herë që unë kam bërë disa kërkesa zyrtare nëpërmjet emailit, pa diskutim kërkesa të cilat duhet të transferoheshin tek administrata bashkisë në lidhje me pyetje, gjithmonë pyetje që vijnë janë për të orientuar dhe për t'i dhënë përgjigje kërkesave që kemi nga qytetarët për shkak të pozicionit si përfaqësues të tyre dhe nuk marrim përgjigje, nuk duhet që të bëhet një precedent i tillë sepse është një precedent që nuk lën një shije as pak mirë. Administrata bashkisë besoj duhet të jetë ndjeni që e ka detyrimin ligjor për t'i kthyer përgjigje brenda 10 deri 15 ditëve çdo antari të Këshillit në lidhje me çfarë do lloj pyetje që i drejtohet. Faleminderit. Faleminderit zonja Xheka. Atëherë po ju sqaroj që ju si komision në draftin e parë që keni paraqit para një vitit nuk keni firmos necesinë e antarëve të këtij komisioni ad hoc. Kanë qenë vetëm 3 firma. Është kërkuar disa nga ana e sekretares që të firmoset drafti që ju keni paraqit, nuk është firmos dhe prandaj ka pas një zvarritje të tillë. Para 3 javësh është paraqit një draft tjetër nga 2 këshilltar, zoti Bianco dhe zoti Anamali, në cilësinë e antarëve të komisionit ad hoc, dhe të 2 variantet do të diskutohen dhe do të dalim me një variant final, i cili do të paraqitet komisionit për vlerësim, Komisionit të Kulturës dhe Emërtesave, dhe pastaj do të kalojë në seancë plenare. Kjo është procedura që lidhet me të 2 variantet e paraqitura. Ju faleminderit. Atëherë, hedhim në votim rendin e ditës të paraqitur pak minuta më parë. Pro? Ju lutem kundër? Abstenim?
Atëherë me 36 vota pro, 0 kundër, 0 abstenim, miratohet, 1 abstenim, miratohet renditjes. Atëherë përpara se të kalojmë te pikat e renditjes, do të miratojmë proces verbalin e mbledhjes së kaluar tek Këshilli Bashkiak të datës 03/03/2025, sipas ligjit numër 84/80 me datë 27/5/1999 për funksionin e organeve kolegjiale dhe administratën shtetërore dhe endeve publike, neni 16.2. Pro, miratimit të proces verbalit. Kryetar Njes, unë nuk po votoj sepse nuk kam kanë prezent, kam kanë mungesë, kështu që nuk kam si votoj diçka për cilën nuk kam voto kanë. me karton, lutem, pro ose kundër Po ose abstenim. s'mund të them as pro. Jo, po një nga alternativat ke, pro, kundër ose abstenim. Pro s'mund të them kundra, jo më abstenu, jo se Absteno, po njërën për këtyre alternative, nuk ka formë tjetër. Absteno, që ta mbyllim një diskutim tillë. Kundër, abstenim. Atëherë 35 vota pro, 2 abstenim, miratohet proces verbal i mbledhjes së kaluar. Atëherë kalojmë tek Zoti kryetar, të lutem, më fal, mund të bëj një ndërhyrje? Po. Duke pas parasysh specifikat e para që janë 5 pika shumë sensitive për qytetar, të pas parasysh ato nevojat emergjente, ju lutem paktën gjykimin tim besoj se do gjej dakordsinë e kolegëve, ti kalojmë pa relatu, pa gjabetëm, ti përmendim edhe të ecim me procedurën. Faleminderit, po. Dhe besoj të një të tjera në procedurë që kanë ne këtë mbledhjet e tjera, po unë do t'i lexoj për si mastratet që janë. Atëherë projekt vendimim numër 1 për përdorimin e fondit rishtesë, fondin e kuzuar, prandimin ekonomike deri në 6% për muajin shkurt 2025. Në emër të grupit parlamentar të PS-s, Kartë në lidhje me këto projekt vendime. në emër të grupit Dakord. Partisë Socialdemokrate, në emër të grupit Bashkë Fitojmë. Dakord. Atëherë, hedhim në votim projekt vendimi numër 1 për përdorimin e fondit shtesë, fondin e kuzuar, prandimin ekonomike deri në 6% për muajin shkurt 2025. Pro? Kundër? Abstenim? Atëherë me 38 vota pro, miratohet projekt vendimi numër 1 për përdorimin e fondit shtesë, fondin e kuzuar, prandimin ekonomike deri në 6% për muajin shkurt 2025. Kalojmë tek projekt vendimi numër 2 për përdorimin e fondit shtesë, fondin e kuzuar, prandimin ekonomike deri në 6% për muajin mars 2025. Pro? Kundër? Abstenim? Atëherë me 38 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet projekt vendimi numër 2 për përdorimin e fondit shtesë, fondin e kuzuar, prandimin ekonomike deri në 6% për muajin mars 2025. Kalojmë tek projekt vendimi numër 3 për miratimin e qiras mujore për banesat sociale me qira në administrimin e Bashkisë Shkodër për vitin 2025. Pro? Kundër? Abstenim? Atëherë me 38 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet projekt vendimi për miratimin e qiras mujore për banesat sociale me qira në administrimin e Bashkisë Shkodër për vitin 2025. Kalojmë tek projekt vendimi numër 4 për strahimin emergjent të familjeve SHM dhe të familjes OH në banesat sociale me qira në komunitetin Rom. Pro? Kundër? Abstenim? Me 38 vota pro, miratohet projekt vendimi numër 4 për strahimin emergjent të familjes SHM dhe të familjes OH në banesat sociale me qira për komunitetin Rom. Kalojmë tek projekt vendimi numër 5 për dhënien e ndihmës financiare për dëmet e shkaktuara nga zjarri. Do ta hedhim në votim apo hedhim në votim? Pro? Kundër? Abstenim? Nuk ka. Atëherë me 38 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet projekt vendimi numër 5 për dhënien e ndihmës financiare për dëmet e shkaktuara nga zjarri. Kalojmë tek projekt vendimi numër 6. Lutem, a mund të bëj ndërhyrje? Po. Pasi kena kalu pika jetësore për qytetarët e Shkodrës, grupi PSD se i shef projekt vendimet në vazhdim të paligjshme duke qenë se jena në fusha zgjedhore dhe nuk do të marrim pjesë. Faleminderit. Është në drejtën tuaj. Po zonja Kavaja? Do t'ju lutesh zonja dhënia që janë vetëm zonja nga partia PSD,
të qëndrojnë, sepse nuk ka të bëjë as pak me përzierjen elektorale apo fushat politike, por janë projekt vendime të cilat prekin drejt për së drejti qytetarët shkodran, prekin qytetin e Shkodrës. Duhet të ketë një reagim qytetar me qëndrimin e tyre këtu, në këtë mbledhje Këshillit, por të votuar projekt vendime si ato që kanë të bëjnë me administrimin e plazhit Veripojës, marrjen e fondeve për qytetin e Shkodrës nga Ministria e Mbrojtjes dhe Emergjencave Civile, gjëra të cilat kanë një rëndësi të veçantë për qytetin e Shkodrës, ku po përmend vetëm disa prej tyre, dhe janë të shumta në fakt, sepse janë 13 pika të cilat do të diskutohen në vazhdim të kësaj mbledhje. Do t'ju lutesha edhe një herë që të ktheheshin për të treguar qytetarinë e tyre dhe rëndësinë që ka qyteti i Shkodrës. Faleminderit zonja Kallaja. Mirë, kalojmë tek Na kërkojmë 5 minuta pushim. Zonja Shestani. Kërkojmë 5 minuta pushim. Patjetër. Faleminderit. Dhe herë mbledhjen e seancës, mas pushimit të kërkuar nga grupi i BFS. Po, zonja Shestani. Atëherë, përshëndetje edhe një herë. Ne si grup, masi kena shqyrtu me shumë kujdes tonë projekt vendimet që janë në vazhdim, edhe gjendena për para faktit sot të disa projekt vendimeve ku fillohet me një biostrajc të cilën po vim dhe fuqizojmë një shaha gjithmonë e ma tepër, duke i kaluar dhe plazhet publike dhe duke i bërë këto plazhe publike për qytetarët me pagesë, duke dhënë 400.000 lek me bleshe, zdhone dhe çadra në një kohë që 400 milion për me bleshe, zdhone dhe çadra në një kohë që plazhet publike po i shënërrojmë me pagesë pra për qytetarët. Atëherë, është e vërtetë që ajo Të lutem të marrojnë fjalën zonja Shkajla, drejtoj vetë seancën, të lutem. Atëherë, të unis për i faktit, po fuqizojmë sot biostrajcen, po i ndru emen, po i ndru subjekt, po i ndru asigja, na po na vinë projekt vendime për me marrë vendime të rëndësishme në lidhje me buxhetin e saj. Qoftë për plazhet publike, atë pjesë që metet për i privatit për mi kthy që quhen plazhe publike, po ajo pjesë e privatit nuk ka më plazh publik sa plazh me pagesë, tashti, ashtu si ju keni menduar dhe si e keni sjellë në projekt vendimet. Po i kalojmë biostrajc aktivitetet artistike, gjë që nuk është normale, menaxhimin e aktiviteteve artistike. Po i kalojmë biostrajc turizmin dentar, që ra dhënjen edhe tregtinë e këtyne shfaqjeve koncerteve, sikur Bashkia Shkodër nuk ka më asnjë drejtori tjetër, vetëm biostrajca, apo ashtu si keni vendosur me e quajt me Skodrin anë të i hek emnin muzeut ose asaj që përdoret është sa vjet e Osokuka. Tu nis për këtij fakti, tu nis për fakti tjetër që ne po kërkojmë sot një fond emergjencet, një fond i cili është për kushtet kur shpallet fatkeqësia natyrore. Na sot nuk jena në kushtet e emergjencave civile, nuk jena në fatkeqësi natyrore, pra nuk kena të shpallur një fatkeqësi natyrore ku po kërkojmë me miratu një fond prej 220 milion lek të vjetra dhe në bazë të kodit zgjedhor të nenit 91 4 muaj përpara zgjedhjeve nuk lejohet një gjë e tillë. Nuk lejohet një gjë e tillë të unis për faktit sepse na jena sot në një fushat elektorale dhe nuk mund të miratojmë diçka që të përdoret në fushat elektorale. Të unis për projekt vendimeve që na kanë ardhur qoftë edhe për tavanet buxhetore apo për miratimin e këtyne tavaneve buxhetore apo raportin e vlerësimit dhe parashikimit për 2026 dhe 2028, raportet e cilët nuk na mungojnë relacionet e drejtorive përkatëse dhe janë shumë jashtë afateve të lejume të cilat a dashtë marrë qysh në mars, na nuk e shohim vedin pa të ricë e këtij Këshillit Bashkiak. Prandaj me këtë ardhje nuk mund bana pjesë e këtij votimit. Faleminderit. Po në fakt ju e votu ranin e ditës. Ranin e ditës për ato pika deri aty. Dhe sot nuk mund të jena bateric e pjesë tjetër. Nuk ka rëndësi, është drejta ju të marrni këtë lloj qëndrimit. Ju e votu ranin e ditës. Ju mund t'i shërbeni kujdo, po ju qytetarëve të Shkodrës me mënyrë. Atëherë na i shërben vetëm qytetarëve të Shkodrës, zoti qytetar. Na i shërben vetëm qytetarëve të Shkodrës dhe nuk tjetër. Na i kena shqyrtuar me shumë vëmendje, pikë për pikë dhe nuk mund të jena pjesë e patriotëve. Nëse ke dëshirë interpretimi jot nuk intereson fare. Atëherë, interpretimi është për këtë projekt vendimeve që ju citoj, interpretimi jot. Ju lutem mos disinformoni pak në qytetarët e Shkodrës. Ju jeni për praktikë sa dhe në Këshillit Shkodrën për sot vite dhe sot të praktikën edhe një herë. Jo, edhe praktikë keni praktikë ju Shkodrën, jeni ju ata që keni vu shkretën Shkodrës.
Acioziteti Ju lutem, fillon shfrytëzoni, këtu, ju nuk ju e lutem. doni Shkodrës, sepse pra thane shoqet që janë shumë gjana për të mirën e qytetarëve të Shkodrës. Na jena mësu me braktisë të tilla, po jo në këtë moment serios. Ato e përdoren për fushat elektorale. Është një turp, sepse ato nuk pranune të pakten, i rreshtunin çadeshtin me rreshtu, po nuk priten sqarimet. Atëherë, ato kanë ardhur me një atë qëllim, për mos me në mbledhje, pra me disformu popullin e Shkodrës, për të bërë një propagandë të keqe për qytetin e Shkodrës. Janë ato që e kanë braktisë Shkodrën me vite të tëra. Pra nuk jena na që nuk jena të punu. Ne jena të punu dhe Shkodra do të jetë çdo ditë më e mirë, më e bukur se çdo herë tjetër. Ato dojnë me mlu dillin me shosh, po dillin me shosh nuk mlot, duke kalu ose duke braktis sallën. Ashtë një turp për ta, dhe Shkodra ma shumë ashtë të pasë kush ashtë e vërteta. Partia atyne, partia jonë, nuk po bëjmë deklarata parti apo kundërshtar, kush punon për Shkodrën. Dhe në vërtet, jemi ne që jemi duke punu për Shkodrën, për qytetin e Shkodrës. Atyne i vret e vërteta, i vret syni i bukur, i gjithë qytetit që ka marrë pamje tjetër, jo si propagandë që përdoret me hek një plak apo me ba një plak, pra është një disinformim që ato janë të ba për qytetarët e Shkodrës. Është një turp që ato ma mirë mos kishin ardhur, ose të kishin nej, të kishin qu kartonin, të pakten kundër, po jo kështu. Ato kanë të regu vedin se sa shumë e dojnë Shkodrën. Sepse asnjë nga ato që thane, që rreshtoj zoja, pra ishin krejt kundër, ma ato që na kena diskutu, dhe ato që janë këtu në letër të shkrume. Ajo nuk pranoj, ato nuk pranune për me verifiku ose me kërku llogari, po jo me rreshtu fjalë që nuk janë të vërteta. Po shkodranët i njohin mirë se kush janë këta. Po do ta marrin përgjigje me 11 maj, sikur e kanë marrë vitin 21, 23 dhe përsi me 11 maj, do ta shohin se kush është Partia Socialiste dhe kush janë ata. Faleminderit zëra Petani. Dikush tjetër, zoti Shkja? Nëse mikrofoni. Ju lutem, zoti Shkja, nëse Dhe isha të bashkë kolegëve thire që të rrishin në salë, dhe të votoshin kundra, ose pras, i dinë vetë ato, por nuk janë ato që dulen nga sala. Ashtë arroganca shumë e rëndë, janë pazaret që janë bon për para se me dalë këshilltar, sepse këshilltari është për qytetin. Këshilltari është, kam thonë gjithë, tëna konat që kam këtu, kam thonë që vota individuale është vota ma fuqishmja. Njerëzit duhet zgjellin, njerëzit me dignitet për qytetin. Duhet zgjellin ato që nuk bëjnë hesape llogarina të vetat, pa bëjnë për qytetin. Kështu që këta kolegë këtu, nuk janë ato që nuk ta bëjnë zgjellin. Zgjellin ta bëjnë ato që kanë pështet të 2 vjetë, atë blokimin. Se ki pas votat të këtu, pra ndaj mos akuzoni, as mos bani fushat që në këshilltar, me tjeri edhe fje ma të qetë, jam atë arrogantë si fyni një një tjetërin, ka që kishën. Faleminderit zoti Shkja. Dikush tjetër nga ana e këshilltarëve, zoti Ndo? Faleminderit zoti kryetar, me të vërtetë është i keqardhje për kolegët tonë të partive të tjera, të cilët sot tregunen që nuk janë personat të cilët janë zgjellë nga qytetarët e Shkodrës për të shërbyer këtij qyteti, por janë ato që në ditët kur kena nevojë për më dhënë një shtys zhvillimit të këtij qyteti, i cili çdo ditë po merr pamje tjetër, braktisin mbledhjen. Sot janë disa pika shumë të rëndësishme dhe etike për qytetin e Shkodrës, të cilat nuk bin ndesh asnjëna prej tyre me asnjë pikë ku cënon kodin zgjedhor, por janë pika të cilat janë shumë të prekshme dhe jemi në prag të sezonit turistik, ku një shoqëri e re e cila duhet marrë në administrim jo pjesën publike, por pjesa privatit, aq përqindjen e saj takon kësaj shoqërie për mirëmarrjen dhe administrimin dhe menaxhimin e kësaj,
nuk është e drejtë ta braktisim dhe të mos e votojmë. Një pikë shumë e rëndësishme e kësaj mbledhje është një projekt vendim që ka të bënë me një shtesë tek fondi emergjencave, ku janë rreth 210 milion lekë të vjetra, të cilët ju vinë në ndihmë njerëzve dhe familjeve të cilët hasin në fatkeqësi të ndryshme, gjithashtu edhe 60 milion lekë të tjera të vjetra për shemje dheut apo mirëmbajtje rrugësh. Pra janë pikat e cilat nuk kanë lidhje fare me fushatën zgjedhore, por kjo është zgjedhja tyne, besoj se qytetarët e Shkodrës dinë të vlerësojnë, nesër nuk do t'jetë vonë dita zgjedhjeve ku secila prej tyre do të marrin përgjigjen e duhur. Faleminderit zoti kryetar. Faleminderit zoti Nau. Dikush tjetër nga këshilltarëve nuk ka. Atëherë në mungesë të quorumit, prezant janë 20 këshilltarë, mbledhjen e Këshillit Bashkiak e deklaroj të mbyllur. Faleminderit.